Kam lindë në Kosovë, kulturën e kam kosovare. Ja kam filluar 13 vjet përpara, ka qenë ëndër, prapë është sot ëndër. Shumë jam krenar me qenë këtu në njerëzit më të suksesshëm në Zvicër. Halo më shumë shqiptarë kanë me qenë më të suksesshëm. Dy personave që krijon ora artizanale në botë, është shqiptar. Heroi i vitit 2025 të komunitetit Swiss Alps ka qenë si vjet Gjerdan Shaqiri. Kam lindë në Kosovë, kështu që kulturën e kam kosovare, më kupton, e kështu që sot për sot jetoj në Zvicër. Ishte interesant me pas këto dyja së bashku e shumë kënaqësi me u këtu. Ishte hera e parë për mua që participova. Ka qenë një organizim shumë i mirë, të mbledh plot talented people. Ishte kënaqësi që të jem nga ta. Ishte kënaqësi për mua të njoftoj shqiptar që të suksesshëm, dhe të kalojmë këtë natë së bashku. Sikur plot shqiptar këtu sonte, domethënë kemi pas në jetë ndoshta ndonjëherë pak i vështirë ose diferente nëse folum sot për Zvicër, po kemi ndoshta çat kulturë, çat vullnet, çat motivim, më kupton që kemi prej atje.